Jemi jashtëzakonisht krenar që gjendemi sot në këtë ditë feste, në këtë ditë të shenjtë për gjithë shqiptarët, bashkë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deputet të Republikës, kryetar komunash, aktivistë të gjitha qendrave të lëvizjes vetëvendosje dhe qytetarë që na u kanë bashkangjitur në këtë ditë feste. Sot pra festojmë ditën e flamurit, një ditë jashtëzakonisht të shenjtë që i bashkon shqiptarët gjithandej për te çdo kufiri, për te çdo qeani. Sot në prekozin e lavdishëm festojmë gjithashtu ditën e shenjtë kur kryetrimi jon Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Lezhë në vitin 1443. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Sot gjithashtu i festojmë daljen publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga heroi ynë Muj Krasniqi, generalët Daut Haradinaj dhe generali dhe kolegu e miku ynë Recep Selimi. Dhe gjithashtu sot festojmë edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë lirimtare të Kosovës.